Do të ndalemi në këtë moment të dashur miq tek një hapësirë që i kemi dedikuar disa vajzave shumë të talentuara, të cilat janë nxënëse të shkollës publike Turgut Ozal në Tiranë dhe që vinë me projektin Melting Arts. Pra kanë hequr atë hënë që t'jep përshtypjen si është ajo zemra që shkrin dhe jep edhe tëra, po e kanë quajtur Arts për treguar që bëhet fjalë pikërisht për artin që shkrihet në Z dhe janë ato audiobookët e famshëm koha jeta frenetike, dinamike që ne kemi shpesh na bën që të mos kemi atë luksin për të ulur, pavarësisht se nuk është luks, por është domosdoshmëri për të ulur dhe për të lexuar, por me kufjet në vesh mund të përjetoni momente shumë bukura teksa mund të dëgjoni të lexuar nga të tjerë një libër. Sigurisht që kjo nuk është një gjë e re për botën sot, por vjen e bërë me shumë dashuri dhe kjo është risia e vajzave, të cilat lexojnë me shpirt, tinguj që prekin, ilustrime që flasin dhe ne do të diskutojmë në studio e kam sfidë sepse ajo është turke, po ndërkohë që e vogël ka ardhur në Shqipëri, Leila Sarikaya. Po. E thash mirë? Po, shumë mirë. Leila, mirë se erdhe. Mirë se e gjeta. Si e? Shumë mirë. Si jeni juve? Mirë, faleminderit. Çfarë ke marrë nga Shqipëria dhe çfarë ka mbetur ende nga Turqia? Ende nga Turqia ka mbetur më shumë pjesa e traditave sigurisht. Është pjesa që çaji mua nuk më ndahet kurrë. Okej. Gjithmonë duhet ta mbaj me vete. Vazhdon? Akoma, po. Okej, mirë. Po, përveç asaj, Shqipëria më pëlqen shumë, domethënë kemi shumë gjëra të përbashkëta, edhe kam gjetur të themi rehatin time këtu. Ja, e përdore një fjalë turke. E përdora, po. Po ndërkohë, si e gjendur, sa vite u bën? Saktësisht kur ka ardhur, në çfarë moshe? Tani, un kam qenë 3 muajshe kur kam ardhur këtu, po. 3 muajshe. 3 muajshe. Kështu që mbetet ADN-ja, sepse 3 muajshe deri tani më shumë je shqiptare, po themi në aspektin e jetës që ke bërë këtu. Pavarësisht se në thelb në ADN je turke. Të dy prindrit? Të dy prindrit turq janë. Turq, okay. Shkon shpesh në Turqi? Po, shkoj në ver. Shkon në ver. Nga cili vend i Turqisë? Në qendër të Turqisë, në Anadolu. Anadolu, që është pjesa e Sivas, Yozgat, Sorgun. Okej. Unë kam vizituar shumë Turqinë, me të drejtën, kam vizituar Izmir, Ankara, Stambollin patjetër, kam qenë në një pjesë plazhi, po ta kujtoj tani Fethiye. Nëse jam sakt. E kam parasysh po. Okej. Po nga Shqipëria çfarë vendi të pëlqen më shumë përveç Tiranës? Përveç Tiranës, Bregdeti ndoshta. Bregdeti po më pëlqen edhe pjesa e Veriut, të them drejtën. Vërtet? Po, se di, është nuk e di, njerëzit më erdhën më kështu. Si ta shpreh, më të ngrohtë. Më të ngrohtë, më dashur. Mirë, Leila, kënaqësi që të kam në studio, ndërkohë ju prezantoj Sibel Sulejmani. Sibel, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Si je? Mirë, shumë mirë. Ti je shqiptare? Po, shqiptare. Lindur rritur. Lindur rritur. Si të kam njerë? Si shkon shkolla? Jo. Ke emocione? Jo, thua jo, okej. Ndërkohë ju prezantoj edhe me Orkida Ruçi. Orkida, mirë se erdhe. Si je? Shumë mirë. Çfarë bëhet? Asgjë. Sot jeta? Shumë mirë. Okej, gëzohem, më vjen mirë. Të tre jeni nxënësa, po jo tek në shkollën publike e Turgut Ozal, viti i dytë. Po. Kush do të m'tregoj si lindi Melting Arts? Tani në kuadër të muajit që organizoi zyra e këshillimit në shkollën tonë, thanë se do të bëjmë sa projekte që do të sillin, të themi, ndryshim për komunitetin që ne jetojmë. Edhe të themi, ky sugjerim në fakt më erdhi vetë nga zyra e këshillimit, më thanë që me që merresh pak me pjesën e librave, pse nuk mendon që të lexosh edhe ti, ta bëni si audiobook. Edhe unë njihja gocat, njiheshim që nga fillimi i vitit, edhe tham, pse jo? Dela, më mend që erdhi në klasë dhe unë dhe Sibeli kishim për të pyetur në filozofi, dhe na mori mua dhe na çoi në zyra e këshillimit, dhe më tha që bëjmë të të vesh piano në background, në duhet një person që të vizatohet. Dhe i thash, po, di kush do të vizatoj Sibeli, dhe pastaj morën dhe Sibelin, shpëton dhe Sibelin. Bukur. Edhe ishte një kohë shumë e mirë për të më marrur, sepse në atë moment zysha ishte gati për të më çuar. Okej. Në çfarë ore ishit në atë moment? Filozofi, filozofin tham po. Dhe ti s'kishe mësuar me siguri ne. Unë atë mësim, pikërisht atë mësim. Filozofin, por atë ditë nuk kisha mësuar. Ose ne në kohën tonë, se unë tani jam shumë prej skaj tjetër, po në kohën tonë e bënim një lloj llogaritje në mendje se kur do na binte radhat ngriheshim dhe ato ditë që besonim se do ngriheshim në mësim sonim një çik. Më shumë, ndërsa ti e humbe llogarinë. Po ndërkohë, deri tani Leila kemi lexuar 3 libra. 3 libra. Keni lexuar 3 libra. Më trego pak cilët janë librat dhe si është procesi i punës që bëni.
Tani menduam më shumë të jepnim prioritet librave që ishin në kurrikulin e shkollës, në letërsi, Normal. sepse edhe kur përgatitesh për provimet e maturës, të themi nuk e ka thjesht dëgjohet sa pjesë edhe kujtohesh besoj. Edhe e para ishte në fakt jashtë kurrikulës, sepse thjesht na pëlqeu si libër, mos e vrit mendjen për gjëra të vogla, dhe të gjitha janë gjëra të vogla, nga Richard Carlson, ishte përkthyer. Pastaj Lulet e së keqes nga Charles Baudelaire, edhe Lulet e verës nga Naim Frashëri. Bukur. Ndërkohë i lexon ti? Po, unë i Po, lexoj. më trego pak si është ai procesi i leximit? I lexon librat paraprakisht apo i lexon aty së pari kur bën lapsuset, pastaj si ja bën, kush punon me montazhin, me çdo gjë tjetër? Për lapsuset prap punoj unë, domethënë nuk i lexoj paraprakisht të drejtën, sepse pastaj procesi zgjatet akoma më shumë, se s'kishim shumë kohë të drejtën, sepse nisëm në nëntor të themi, po ishte pjesa e provimeve, pastaj unë kisha pak probleme me zërin, kështu që e kemi nisur në janar deri në prill 3 libra, ndërkohë që merresh edhe me shkollën. Unë jam marrë për pjesën e lapsuseve, zakonisht e ndaloja, edhe shkoja mbrapsht, edhe atë fjalën që thash gabim e rekordoja prap. Bukur. Dhe deri tani janë realizuar pra si tham 3 libra, dhe si funksionon, si publikohen ato, ku mund t'i gjejnë nxënësit edhe të gjithë interesuarit? Në Spotify, në Melting Arts, kur kërkon duhet tali, edhe në YouTube. Nëse në Spotify nuk ju del, prap të shkruani Melting Arts në YouTube. Linku i Spotify është edhe te kanali i YouTube-it. Po ndërkohë Orkida merret me pjesën muzikore apo jo? Po, edhe uploadoj gjërat, edhe editoj. Kur flasim për muzikë, me çfarë muzike i shoqëron? Muzikë pianoje, unë i bie vetë pianos, domethënë janë ka shumë 10 traqe, domethënë 3 muzikë që i editoj. 3 nga ato mund të jenë pjesë që kam shkruar vetë në piano. Shi. Po. Sa mirë, interesant. Po edhe domethënë i bëj që të bëhen loop, që mos të ndaloj, domethënë që të përsëriten. Po, që përsëriten. Edhe domethënë për shembull te libri i parë, për çdo kapitull kam bërë një këngë. Kurse për të tjerët, domethënë kemi ndarë që të jenë për shembull 5 kapituj në një episod të audiobookut, edhe për çdo episod kemi bërë një këngë, se pastaj i binin shumë. Bukur. Ndërkohë, Sibel, ti sa të vështirë ke punën me skicimin, me veshjen, me imazh të asaj çfarë dëgjohet? Është pakës e vështirë në fillim që ta mendosh se si do jetë coveri i duhur. Por në fund të fundit kupton pasi edhe dëgjon pak fare vet audiobookun. Edhe unë më shumë kam marrë inspirim nga vetë titulli i librit që të përshtatej sa më shumë figura me çfarë lexonte gjëja e parë që shifte vetë lexuesi. Edhe procesi nuk ishte dhe aq i vështirë pasi unë e kam vetë shumë pasion artin, edhe në atë kohë që vetë më thirrën gocat, unë kisha një, le të themi, shpirti im artistik ishte zgjuar pas sa kohë. Bukur. Edhe më kishte ardhur shumë inspirimi që të vetë vizatoja dhe të merresha me art. Kështu që në kohën time unë kam për të bërë vetë coverat. Disa i kam bërë, 2 i kam bërë me mendjen time, edhe një tjetër e kam marrur nga interneti edhe më vonë e kam modifikuar vetë. Ke përshtatur. Pasi unë nuk rri dot edhe nëse e marr diçka pakës si kopje, me thonjza. Ta lësh ashtu. Nuk mund ta lësh, duhet të shtoj atë timen. Unë vizatoj kryesisht pa ngjyra, vizatoj bardhëzi, merrem shumë me charcoal, me laps. Edhe kështu që vetë vizatimet nuk është se kanë ndonjë spark, kupton? Nuk është se kanë atë ndriçimin e ngjyrave këto. Kanë thjesht drejtije. Është çështje shije, është çështje shije. Është stili që ti i pëlqen? Po, është stili që unë pëlqen. Që të përfaqëson? Po, unë kam që kalamo beb fare që merrem me artin. Kam pikturuar, kam qenë në kurs për rreth 6 vitesh, jam marrë gjithnjë me skulptura. Sa mirë. Po, edhe vizatimin nuk e kam hequr ndonjëherë, kupton? Nëse ti më shef mua në klasë, në kohë që dëgjoj zyshin, jam edhe në gjë duke vizatuar në një person, në një fytyrë, në një gjë. Vërtet e konfirmoj. Po ndërkohë Sibel, se më bëri pak përshtypje ajo që the, përgjithsisht je tek ngjyrat. Edhe ajo çfarë përfaqëson artin përgjithësi deri diku tregon atë botën e brendshme të secilit. Edhe je edhe ti kështu natyrë pak e mbyllur, që nuk e sheh gjërat me ngjyra, jep bardhëzi, më tregojnë çik. Apo është e kundërta? Një person jashtëzakonisht shumë pozitiv. Okej. Thjesht të luash me ngjyrat e gjithë se është qef,
por jo dhe aq sa që të merresh me drejtësitë edhe të futesh me vërtet e errësira e pikturës. Pra je shumë e thellë në ndjesi, në mendime më duket. Analizon më shumë se ç'duhet. Ha? Okej. Ndërkohë sa i takon muzikës, Orkida, që the disa pjesë ke krijuar vetë, ti si e qasur tek piano edhe nga ana tjetër, çfarë të frymëzon për të shkuar paralelisht me atë që na tha dhe Sibel? Unë kam qenë në klasë të 2 ose të 3 që luaj piano, edhe thjesht nuk e di, nuk është se bëj më kurs, po unë di piano, mjaftueshëm që të luaj vetë. Nuk e di, thjesht një ditë domethënë thash, kjo kënga do të ngonte më mirë kështu, pasi bëhet modifikim as këngës ekzistonte dhe u bë tjetër fare. E thash, okay, kjo është kënga ime tani. Edhe kam bërë, nuk e di, kam disa 5, 6. Nuk e kam të shkruar, thjesht i di edhe i luaj, edhe kam të regjistruara. Edhe do të thënë një gjë, faleminderit Lejdës që më lë shumë lirshmëri, domethënë që të vendos çdo lloj këngë të duaj. Dërgoj për shembull 5 këngë të cilat do të më mirë për këtë kapitull. Thotë bëj çfarë të duash, se duket ty më mirë. Dhe na jep shumë lirshmëri. Po kjo është shumë e rëndësishme që të ketë një frym të mirë bashkëpunimi, apo jo, Leila? Sigurisht, po. Si ndjeni me njëra tjetrën, tregoni një çik. Unë ndjem shumë mirë, them drejtën. Domethënë, në fakt, në fillim kur e nisëm si ide, unë kisha pak frikë se kë mund të gjeja, se jo të gjithë i beson do të letë në këtë kohë. Edhe prandaj jam shumë e lumtur që gocat ishin, të themi, të hapur për të bërë diçka të tillë. Sa e kënaqur je me punën që shumë e kënaqur deri tani? Shumë e kënaqur. Nuk e prisja kaq të mirë të më. Po si ka shkuar vëmendja e audiobookëve? Sa janë dëgjuar, çfarë thon bashkëmoshatarët, sa keni patur mbështetjen e mësuesve? Në fakt ne kemi bërë një pyetësor që ja kemi shpërndar edhe bashkëmoshatarëve edhe mësuesve. Ka marr afërsisht 80 përgjigje dhe shumica kanë thënë që ishin të lumtur me rezultatin. Madje kjo të themi ishte një tip kompeticioni, si tip gare në shkollën tonë. Edhe ne morëm si të themi change maker, ata që e bën ndryshimin. Një nga 2 grupet që morëm që fituan tamam, domethënë. A pra ishte një gar, flasim për një gar, një konkurs të çfarë natyre, të gjithë për audiobook apo për një bën një ndryshim. Bën një ndryshim dhe ju sollët këtë. Po. Të thënë të drejtën, neve nuk është se e kemi bërë për të fituar garën. Po. Unë dhe Orkida personalisht më duket se nuk e dinim që ishte garë, ti mendon se ishte një projekt. Derisa dolim atje para të bërë një ndryshim. Do tham, fituat këtë, vërtet? Okej, është shumë për të qeshur atë ditë. Edhe unë edhe Leila mungonim që u ndan çmimet, ishte vetëm Orkida para shkollës. Nuk e dija fare ç'do merr atë. Ndërsa unë sikur e kuptova se mua atë ditë shkova pak vonë në shkollë, edhe më morën në telefon disa zysha dhe më po më pyesnin për emrat tona të plot, se po kërkonin certifikatat. Dhe unë e kapa pak se mund të ishim ne që mund të dilim, që mund të fitonim. Po ja që kur unë dëgjova emrin tim, isha kështu mbrapa fare në obosh dhe po vrapoja që ta merrja certifikatën, po nuk e kapa dot. Nuk e kapa dot. Mos ironi e fatit, po megjithatë çmimi është aty, vlerësimi është aty dhe puna që keni bërë e jashtëzakonshme. Nuk më thatë çfarë komentesh keni marrë nga nxënësit që kanë lexuar, se 80 vota ishin që e kanë pëlqyer. Po çfarë thonë, a ndjenin do pak xhelozi? Se është e pashmangshme. Xhelozin ndoshta edhe për mirë, se ne gjithmonë e mendojmë për keq, po xhelozi që mund të thonë sa mirë, sikur të ishim dhe ne pjesë e grupit mbase apo ku diun. Se di, po disa shoqe nuk e di, tuaj Leila, tuaj Zidan, shes burrave këtu. Nuk më than as bravo, as diçka, dhe unë u mërzita, se atë ditë isha shumë e lumtur dhe ne u pam në sy, domethënë, edhe nuk më than asgjë dhe se di, nuk mendoj se i konsideroj më shoqe. Po si ti konsiderosh shoqe për një gjë kaq të bukur edhe që të than bravo, e keni ndjer ju Sibel dhe Orkida? Unë kam pasur misin tim, kam pasur shumë suportive të tërë, më kanë thënë bravo, më kanë uruar. Edhe kanë qenë shumë të mirë, kanë bërë komente të mira, e kanë dëgjuar edhe audiobooks-at, pra na kanë ardhur edhe views edhe likes. Fantastike, se duan në këtë kohë që jetojmë duan, a Orkida? Po. Ne jemi Sibel një mini klasë, kemi një grup shumë të mirë shokësh edhe ata ua, çfarë thua, nga doli që se nuk ta thënë më parë, tash mos të dia. Është shumë të mirë. Po ndërkohë, çfarë planesh keni në vazhdim tani? Si do vazhdoj? Cilin libër keni zgjedhur? Tani ne do vazhdojmë sigurisht. Po. Ky ishte vetëm fillimi. Po. Këtë doja të thoja. Për librat do fokusohemi më shumë te kurrikula e shkollës, sepse ky është prioriteti ynë. Nuk e di akoma se kemi menduar, po se tani në nesër fillojmë me sezonin e provimeve, kështu që kur të fillojmë pushtimet e verës, do e nisim prapë me librin e radhës. Ka pak kohë, Po, presim dhe sugjerime sigurisht.
Unë kam Nga- shumë shpresa që të merrem me metamorfozën të Kafkës, nga që me ziko pres të vizatoj çik fare Kafkën. Ja, paska ide, Kemi, paska ide. po. Është dhe libri i parë i vitit të tretë, prandaj kemi fiks që ta dëgjojmë dhe ne. Mhm. Po. Unë do dëgjoj domethënë unë që kur editoja atë, unë gjej zërin e Lelës dhe domethënë pastaj kur plen natën kam akoma zërin e Lelës në shkallë. Gjej vetëm Lelën. Po Lila, ke diçka në telefon të na lexosh? Ë, jo? Se di, jam e sigurt. Jam kurioz. Të lexoj? Po, Okej. do të dëgjoj pak. Nuk e Se di. di s'po më vjen në mend diçka jap- tani të hap. Të t'jap. Po, më jep mua. Jo, të t'jap një ndoshta ndonjë ide, nuk e di se çfarë Hmm. mund të gjejmë diçka që E kam në fakt librat akoma në telefon. po, perfekt fare. Sikur të na lexosh një pasazh, Po, sigurisht. sigurisht sa më pëlqen kjo gatishmëria kështu, bravo, bravo Lila. Mua më ka ndodhur shpesh të kem artist në studio, kryesisht këngëtarë dhe kur I thoja për shembull se ka këngëtare dhe kur I thoja mund të na improvizojësh diçka live, dëgjoj se jam I ngjirur. Kam qenë brenda koncert, jam lodhur shumë edhe nuk e kam gjithmonë Është këtë shumë stres edhe të gatishmëri. luash edhe të këndosh kur Po pra po. kur je aty në moment. Po, e vërtet. Po ja, Lila u tregua e gatshme. Tani dua ta marr nga Naim Frashëri, sepse Okej. më pëlqen shumë si shkrimtar. E një. Prit, kam një poezi që më pëlqen. Okej. E lexon dot nga telefoni. Po e lexoj dot, po nuk po gjej dot poezin. Mm. Një detaj derisa unë ta Po. gjej poezin. Po. Ne Bravo që më ndon edhe për kohën radiofonike që mos krijosh bashkëllok. Po. ne në fakt të projekt se kemi bërë vetëm për bashkëmoshtarët tanë, po edhe me njerëz që të themi kanë aftësi të ndryshëm. Nuk dua të them të E kuptoj. Po. Po. Që Që- nuk arrin dot të lexojnë edhe Po. të munden ta dëgjojnë. ta dëgjojnë. Po ndërkohë pyes po t'japim pak kohë sa të gjesh apo e gjete? E gjeta. E gjete. Okej. Perfekt. Hajde ta dëgjojmë një. Bukuria. Do të këndojnë bukurinë e të lëvdojnë Perëndinë e bukurisë që I dha shije gjithësisë. Perëndia bukuroshe, ty të falem e të lutem, më vjen në gji të futem, o zonja për këdheloshe, që më jesi mbretëresh, të keqen o pëllumbesh. Zoti vërtet, ke mbledhur dritën, diellin, ditën. Në gjithë jetë edhe e ke bërë grush e krahruar, faqe e ball dhe pulp e lër, sy e qepall dhe këmbë e duar. Vëllazërin e harojnë dhe kombin e mëmëdhen dhe armikët dëgjojnë dhe s'din se ku ven. Hiqni dorë, mblidhni mend e turpërohi, mos u bëni tradhtor se pastaj do të pendoni. Sa bukur, bravo, Faleminderit. bravo Leila. Edhe unë jam kurioz të ty dëgjoj në Melting Faleminderit. Arts, edhe shpresoj shumë që puna juaj të jetë sa më e bukur, të ketë jetë gjatësi, ndonjë autor nga Turqia ke menduar, ndonjë Orhan Pamuk për shembull? për të Sigurisht, lexuar? po, ta përkthej dhe vetë madje. Ta Qose nuk është përkthyer, po. Fantastike, është përkthyer. Po, e kam Edhe presisht. kështu që duhet Po. lexuar. Po. Që t'i bëjmë bashkë dy kultura, sepse e the edhe vetë në fillim që ne ngjajmë shumë, kemi shumë përbashkëta, përveç telenovelave, Sigurisht. letërsia, shet telenovela turke. Sigurisht, si po. përkthejmë, mirë I përkthejnë. Jo, Jo. mas më pëlqejnë fare përkthimet. Mos, do të thënë po shohim tjetër për tjetër, ne po marrim vesh se çfarë thuhet aty. Jo aq keq, Jo, po. aq keq. Të themi ka dy versione përkthimesh. Ah. Përkthimet ekzistojnë edhe fjalë për fjalë që Po. nuk merret vesh se çfarë po Kuptimi, thuhet, po. po kuptimi. Ka edhe përkthime që ndryshohet e gjithë skenari Okay. vetëm që të kuptohet nga një shqiptar E me të kuptoj. njëjtët shprehje të themi. Për shembull, çfarë ka një shprehje që nuk përkthehet mirë? Tani unë se mbaj mend konkretisht, po për shembull ka raste që nëse përkthejnë fjalë për fjalë do kishte shumë kuptim, po nuk e përkthejnë dhe ndryshojnë shumë dhe mos më pëlqen. E kuptoj. Sigurisht që kuptimi është akoma aty, po mendoj se do kishte shihet më të mirë nëse do ishte përkthyer. Po nuk ka ndonjë fjalë që se përkthejnë siç duhet, ose ndonjë shprehje që e bëjnë gjithmonë gabim. Jo, Ose që e keni ju atje, ë? Jo. Jo. Okej, mirë, I mbajtë me hatër. Ju do ta shihni telenovela. Dikur po, Dikur. ka pasur një vidaje ka pasur. Po në një telenovelë turke, jo. Në televizor ka qenë një diamantet e dashurisë, diçka e tillë. Ashkën më farleri? Se di unë si kam parë të gjitha. Duhet. Më kujtohet Es? dhe kam pas parë me Se janë shumë të famshme Po. telenovelat turke. Po. Mm. Në fakt ata që tregohen të themi në televizorin shqiptar dhe ata që ne shohim, Mhm. të paktën unë personalisht jam pak të ndryshëm, në kuptimin që ato telenovelat që unë shoh Mhm. janë të themi pak më të thella në kulturën turke. Mhm. Prandaj. Mendova se nuk marrim telenovelat e duhura ne këtu në Shqipëri për të transmetuar. Po Varet. ç'është shihesh. Po, pastaj. ç'është shihesh. Ka qenë një telenovel, meqense po flasim për telenovela, që bëri që ose më saktë më shumë se telenovel, kam përshtypjen ishte serial, ishte me një mjeke
edhe më ka rëstisur ta shoh disa herë dhe më pëlqeu si realizim. Nëse s'gaboja mjekja e kishte emrin Asia. Po nuk e kujtoj tani titullin, të jemi sinqert, nuk e di goca më ndihmoni ju, e keni parë apo jo, okay, s'ka problem. Mos u gjë ajo mjekja që vodhi ai si mafia, Nuk e di, nuk e kam parë në kaq detaje, po ishte me një mjekë, por realizimi më duk shumë interesant për te klisheve të një telenovele flas. Edhe më duk si realizim dhe pastaj parë që ishte transmetuar suksesshëm në Netflix. Mund të jetë Mucize Doktor. Doktori Mucize është kështu, si tip, të themi Miracle? I Miracle, po. Jo, Jo? nuk ishte. Okej. Nuk ishte. Jam i sigurt. Ti jeni e mban mend. Dashuri bardhëzi? Kështu e kishte? Po. Sigur. Po. Me mjekën. Me mjekë. Që e tradhoni shoqi. Se tashis, okej, nejse, se ku ishim e ku dolëm. Melting Arts e gjeni në Spotify dhe në YouTube, sepse nuk po. është vetëm për nxënësit e shkollës Turgot Ozale apo për gjithë gjimnazistët, por është për çdo. Kështu që kush do ta dëgjojë, tham edhe për njerëzit me aftësi të veçanta Po. që nuk mundet të lexojnë. Mundemi të Po. themi që është edhe për ata që kanë vështirë që të ulen edhe të lexojnë S'kan kohë, ose që ndoshta, për mësojnë më qëndrimi, mirë po. me anën e dëgjimit. Ne. Të gjithë, i gjithë brezin, fakt që Po. brezi vërtetës edhe për çështje kohe, edhe për çështje durimi e tjera si këto, se për shembull edhe në Instagram ishte ulur koha e durimit për të parë një reels, kishte shkuar 7 sekonda nga 15 që ishte, kështu që s'kemi shumë kohë pra të dëgjojmë. Faleminderit shumë vajza, faleminderit Leila, faleminderit Sibele dhe Orkida, dhe ju uroj shumë suksese, ishit shumë Shumë mirë. faleminderit. Rikthehemi pas pak dashur miq, vjoni që ndroni në programin e radio.